Ditën e çlirimit në një shtëpi të vjetër, njëna në Kosovare e kish marrë një letër me shkronja të kuqe, është mbushtetra e bar. Nana ime dashur, të përshëndes me... Unë e di që ti e do Kosovën edhe sajrë që vjen këto me molli për këtë vend edhe për gjithë herojt që kanë. Është Dardania vjetë. Pa Dardani edhe përqen shumë që kanë zgjedhur. E mboj mend edhe sajrë që isha lajr të dëshmorë të më kujtuhet ai fjalimi jot i fuqishëm pa Kosovë në kohë Shqipëri. Po sigurisht, e ka thënë, është Gjegetos, Malsia, Lia, unë prandaj ta thash, një është Kosova, një është Shqipëria. Edhe disi e personifikohen flamurin Kuqiziti. Më kujtuhet edhe flamuri Kuqizi kur isha fjalimet e tua, sinqerisht. Kur prandaj zgjodha unë të kaloj Kuqizitin në 6 maj për gjelë patriotit. Unë falenderoj shumë që gjenkuën gjithmonë edhe është detyrë morale, nuk ka për faleminderit. Gjithë duhet ta bëjmë. Nëse ata dhanë gjakun për atë dhe. Është e vërtetë. Si më e pakta që mund të bëjmë si nderojmë. Më e pakta. Në një farë forme kjo është vend i shenjtë për neve shqiptarët. Jo në një farë forme po është. Vendet ku kanë rënë dhe kanë derdhur gjakun janë vendet e shenjta. Vendet e shenjta për shqiptarinë. Pastaj secili mund të ketë fenë vet, po si bashkoi Gjergj Kastrioti, ortodoks, katolik dhe musliman, me Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, në të njëjtën mënyrë Adem Jashari na dha shembullin që sikur edhe një po të qëndroj në këmbë, atëherë për kombin ka shpresë. Është e vërtetë, Adem Jashari në një farë formë është edhe figurë unifikuese e kombit shqiptar për arsye se ai ka sakrifikuar veten edhe familjen e tij për këtë kohë. Edhe po besoj që është rast soi generis, është rast i veçantë në botë, nuk ka një rast të dytë. E kishin jo nuk ka rast të dytë, është unikal në botë. Është, po shiko, ne që nga koha e lirëve, ishin luftëtarët, spartanët njësoj, janë rritë, ne e dim zanatin e luftës. Nuk i dia se sot e kom po edhe nëpërmjet mjeteve të informimit që kryepeshkupi Nikola Gjufra, që është mik i yt dhe imi, ka edhe vizitë zyrtare, prandaj edhe kom sjell këtu. Është atje pranë varrit të komandonit legjendar Adem Jashari dhe mos t'i penguj. Faleminderit për këtë surprizë. Faleminderit shumë. E di që e kisha mek edhe shumë faleminderit për këtë surprizë. Faleminderit. Po s'kam më shumë letër, veç m'kushtojnë anë zemra, me ta urimit në një shtëpi të vjetër, njëna në Kosovare e kish marrë një letër me shkronja të kuqe, është mbushtetra e bar. Nana ime dashur, përshëndes me Bahunan e fortë, mos që t'lon nga sy, ma i fortë se burgu, është bo djali yt. Edhe pse kët letër, po e shkruj nerësi, gëzohem që lexohem, dritë Kosovës mirë. Mos kënë t'i vendos lullë vërtet që po besoj që Esia tash do të surprizor nga shes. Vekimet e zotë Esieni. Edhe për ju Esieni, nderuar si si kalove. Faleminderit shumë. Jeni din. Falenderoj sa dërin që na bëri këtë përgjigje, po nuk e di këtu. Tani pas vekimit tuaj. Po e informova në jetin më herët, edhe po besoj që... Më duke se kanë dalë kështu tash për t'ju penguar. Ja, s'ka problem. Vendosim lullet pas... Të vendos dhe ajeti lullet edhe po.
Ai kish hije shqipës me valu njëri A krisën me pushknan krushit e liris A pa dasëm t'madhe zemër Ata që t'erdhin gjakun për atë, A u punora dëshmorve në vare qoftin paruar. A je hojnë Kosovë Kanga jonë Lavditja dhe mjashtarë. Deshti zotin anë e gjeta një që kjo cope letrës Lavdi gjithë dëshmorëve ata që kanë delur gjakin për adhesh në thoni nuk kanë vdekur për kanë li. Kanë linë për sëri. Shumë bukur e kanë qenë. Veç m'kushtojnë anë zemra me ta u Dy fjalë për shkop edhe mos i takume edhe me që është vizita jote e parë zyrtare në vendin tonë të shenjtë, se kjo është vend i shenjtë për neve shqiptarët. Për të gjithë ne, për shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, patjetër ne kemi besimin te Perëndia te Zoti, edhe kemi vendet tona të shenjta ku shkojmë edhe i falemi Zotit. Por mendoj edhe besoj që për ortodoksët ky është varri i shenjtë. Për muslimanët kjo është Meka e shenjtë, sepse këta janë njerëz që dhanë gjithçka që kishin. Nuk flasim vetëm për pasurinë, po flasim edhe për jetën e tyre, edhe për gjakun e tyre. Dhanë gjakun e tyre për këtë vend. Dhe kjo është mësimi më i mirë që japim ne politikës. Absolutisht. Që të punojnë me ndershmëri për këtë vend, që të cilët të tjerë dhanë jetën edhe deri sot. Amin. Amin. Në erdhme që jemi këtu pranë në valët e komandantit legjendar, kisha pas dëshirë para se me vizitu kompleksin memorial të komandantit legjendar Adem Jashari, një mesazh për pse jo edhe për politikën shqiptare që të bëhen bashkë edhe ta marrin si model unifikues edhe komandantin legjendar Adem Jashari, i cili i bëri bashkë gjithë në luftë. Edhe vetëmja gjë që mund të them është që pas vjetëja seriotit i cili me dasmërinë e Lezës unifikoi gjithë projekt arbërore në 2 mars të 1434, shembulli dhe sakrifisa dhe Adem Jashari është unikal në botë. Dhe gjithë shqiptaria, nga politika dhe tek njeriu më i thjeshtë në shqiptari, kanë çfarë mësojnë nga njerëzit që dhanë gati për lirikë. Paruar që kultimi tyre. Amin. Amin. Emocionet janë shumë të forta dhe nuk mund të thuash. Përndryshe, për besoj publiku dhe gjithë ata që e shohin këtë storje të veçantë për neve sot, për edhe vizitën zyrtare të Peshkupit tonë të nderuar, neve na njohin, sigurisht, por Bacëndin nuk kam pas rastin ta shohin edhe mendojnë që është vetëm një njeri i rëndomt. Jo, kjo është njeriu që dikur komandanti legjendar viziton të këtë në Shqipëri, apo jo? Po, shumë. Unë kam pas një kiosk aty në Tiranë, në qendër. E ka pas një linja. Ka qenë vetë një Shqipëri, jo Tiranë. Aha. Kështu që unë krejta me komandantin, me gjithë ta që kanë qenë atëherë për më ardhë, po ushtrime për përgatit për ju, ta të madhe se gjimi dhe. Një për ta, do të vazhdimisht të fa marrë shime, e hamë shime për dhejnë dhejnë. Ka dhamë ta ketë për jetë, edhe deri i cile nuk do të harrohet kur veprat, sakrifisa që e dha për kombin tonë. Unë nuk i të njohë gjithë si persona që kom qenë, një person që kanë qenë në qina që kanë anë të nëse, po mu njërës tjera më kanë përgu si komandanti ka arë ka hangër të jo dhe gjithë ata që kanë qenë atë, po mënoj Kosovës, pavarësisht cilit ka kush, kanë ardhur aty dhe aty kanë hangër ushqimet dhe kanë po bisedimet me vetin janë me tjetrin janë bashkuar. Sigurisht, po. Bashkime kanë bërë. Pasha më herë ka qenë figurën e fikuese komandanti legjendar
Përveç që ka qenë legjendar, ka qenë një figurë unifikuese e bashkimit tonë kombëtar, si luftë po edhe në paqe tash. Po unë e japa mendimin tim, kjo nuk ka koment, plus unë mendoj se për neve shqiptarë, ku të që jemi, feja jonë është Shqiptaria, edhe plus shtu është vende jonë i shejtë. Anë dash Çadën, dash Vatikan, Jeruzalem. Ose to, për ne shqiptarët, kjo është vendi më i shejtë që ne duhet të negociojmë në gjeneratat e tjera që janë Sigurisht. Po, unë kisha dashur me të falendëru publikisht këtu edhe për ndihmën që po i bëni të Shkupit, të falenderoj shumë. Ty edhe Albanit, faleminderit shumë. Tani po shkojmë me siguri tek komplekse Hirësi. Po, duhet me fat tjetër. Edhe nuk jemi me fat ikon, takojmë Rifatin aty do ishte. Jo, po pasën e fatë kemi shumë mik. Do ta trasmë në telefon gjithsesi edhe do ta përshëndesim nëse nuk e takojmë këtu të paktën në telefon ta kemi një pikë bukën nga. Zemër shqiptaris Dikun para 22 viteve ke vizituar lart tjetër. Po, aty ka qenë 2002-2003. Ka aty. Si të duk ty, se është e raport vizitë zyrtare, po besoj ke qenë më herët kështu. Po si pesh, nuk ke qenë as kështu. Po si peshkop është he raport. Sa e parë, edhe një, ka krenari më të madhe? Nuk ka. Në Jeruzalem nuk kam shkuar dot, e si kam pas ato mundësi. Po, Zërë se ku kam shku. Jeruzalemi shqiptar në ty është. Zërë se ku kam shkuar. Po veç nisani di që të paktën këtu jesh më i sigurt. Po, Sepse këtu veturat me targa të Beogradit nuk e kam vetë. nuk ka. Nuk guxojnë as të sillen këndej parë. Një shtëpi të vjetër, njëna në Kosovare, e kish marrë një letër me shkronja të kuqe, është mbushtetra e barë. Nana ime dashur, të përshëndes me ma. Po, ma hije, po, pa problem. Unan e fortë, mos që të lënda sy, ma i fortë se burgu, është bo djali yt. Edhe pse kët letër, po e shkruj në errësirë, gëzohem që lexohem dritë Kosovës mirë. A këndon bilbilat, nën si vjet Kosovë, a ngrit flamuri me 12 qershor, a u vesh rinia, ojna n'kuqezi, a i kish hije shqipës me valun liri. A krisën Vitin 1991, Akademia Shore me Shore. Krushit e liris, Arma në njësor. dasëm të madhe, zemër shqiptaris, a u vun punora, dëshmorve në vare, a je hojnë Kosovë, ka nga jon shqiptare. Deshti zoti nane, e gjeta një që kjo cope letrës, ty me tarë në dur, gjyra pom të prom, po s'kam më shumë letër, veç m'kushtojnë anë zemra, me ta